Mund të jetë Ben Blushi, shkrimtari evropian i Shqipërisë? Pyetja do kërkoj përgjigje pak më vonë kur të jenë shoshitur kriteret për çmimin evropian të letërsisë. Evropa e Bashkuar jep të drejtën Shqipërisë për herë të parë të propozojë shkrimtarin e saj më të mirë në së paku 5 vitet e fundit. Vërtet është shumë e habitshme se sa botime të reja bëhen. Atëherë, ky moment është një moment për të parë, për të bërë një seleksionim midis tyre, gjë të cilën dhe lexuesit e kanë bërë në librari gjithë kësaj kohe. Njëri mund të jetë përkthyer në një gjuhë, mund mos jetë përkthyer fare, po jo të marrim një autor që është përkthyer mbi 5-6 gjuhë, sepse ai do të thotë që është i njohur. Ne duam të bëjmë të njohur një që është shumë i mirë në Shqipëri si autor, por nuk njihet mirë në botë, në Europë. Për vitin 2014, konkursi quhet zyrtarisht i hapur nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe zëdhënësit e çmimit për Shqipërinë, shoqata e botuesve. Janë këto kushte. Autori do të ketë botuar nga 2 deri në 4 libra dhe nuk do jetë botuar në më shumë se 4 gjuhë të huaja deri në momentin e kësaj. Dhe cilësia kryesore do të jetë një vepër interesante, do të jetë një vepër me vlera artistike, do të jetë një krimtari që ka spikatur, ka tërhequr vëmendjen e publikut, të kritikës letare, që ka dhe impakt në shitje. Është e vërtetë që Federata Evropiane e Botuesve dhe nëpërmjet saj programi për kulturën i Bashkimit Evropian ja ka deleguar procesin shoqatës së botuesve shqiptar. Kjo e ka ngritur jurin që përbëhet nga Diana Çuli, Mariana Misha, Mojkom Zeqo, Bujar Hudri dhe Petri Tymeri që ka futur veten. Nuk është përfshirë asnjë lexues i specializuar nga fusha e kritikës apo studimeve letrare, siç do ta donte procesi i konkursit. Një gjë është e sigurt që juria do të punojë me seriozitet, do të punojë me përkushtim, do të punojë me ndërgjegje profesionale për të zgjedhur atë autor dhe vepër e cila meriton të propozohet dhe të fitojë çmimin evropian të letërsisë 2014. Asnjë dyshim nuk do ishte masë parandaluese për gjykimet e njëanshme të jurisë, sikur nuk do të ishte as besimi garanci për proces të ndershëm. Ekziston letërsia, thonë të gjithë. Ajo gjykohet. Duhet të shikojmë një herë që cili ka qenë vlerësimi i lexuesit për këta shkrimtar të rinj, për këto talente të reja, dhe për të parë një vlerësim si është bërë brenda vendit, dhe pastaj do futemi konkretisht në veprat kryesore. Edhe i tregojmë Europës që ne jemi në këto nivele dhe ne kemi shkrimtar shumë të mirë, siç keni dhe ju, hapet hapësira. Edhe për autorin vetë dhe për letërsinë tonë, letërsia jonë nuk mbetet e mbyllur brenda kufinjve tanë dhe brenda Ballkanit, le të themi, por merr kufinj evropian, se deri tani ne i kemi patur, po e kemi patur me Kadaren dhe me ndonjë autor tjetër, por ne kemi letërsi shumë të mirë që është pak e njohur. Ky është një rast për ta bërë të njohur. Welcome to this literary journey of discovery that we are about to start. Çmimi është në patronazhin e programit për kulturën të Bashkimit Evropian. Fituesit e 12 vendeve shpallen në panairin e Frankfurtit në tetor dhe ceremonia zyrtare më 18 nëntor në Bruksel. Vendit evropian i jepet mundësia për të zgjedhur shkrimtarin e vet më të mirë një herë në 3 vjet. Autorët shqiptar përkthehen pak, shans që do të kompensojë nga mundësitë për botim dhe njohja në vendet e Evropës nëpërmjet këtij çmimi. To straighten the competitiveness of the cultural